Pra, një të shumë doktorit që nuk e kështë të gjuar baton me thënë drejtën, dhe vazhdon të qëndroj të ideja që gjithçka është vjedhur ditë dhe ai s'ka asnjë faj që e kanë vjedhur, nuk i kanë lënë gjë pa vjedhur, nuk i kanë lënë gjë pa rëmbyer. Tani si të Hajde më thuj, ç'kuptim kanë fjalët, kjo është një krim monstruoz, ky është një akt i shëmtuar, ky është një falsifikim, ky është çapo di unë këta mbiemrat pa nevojshëm në gjuhën publike. Ky është emocion ose krijimi i një emocionit pa nevojshëm politik për t'i mbuluar realisht humbjen. Kjo nuk ka kuptim. Ky është njeriu i cili e ka vendos kriterin këtë kriter gjuhës për të gjitha zgjedhjet. Dhe nuk kam ç'a them për të, përveç se më vjen keq. Jo, si bjetë përsëritje mi, problemi është që para zgjedhjeve, gjatë fushatës elektorale, kur këto gjëra thuheshin edhe pranojnë këto. Nga media që do ketë zgjedhje të lira etj. Ishte Partia Demokratike edhe zoti Berisha që drejtonte fushatën, që e shmangte këtë debat me frikën se do dekurajonte votuesit. Dhe atë ishte shikueshmëria dhe ndjekja më e madhe, vëmendja më e madhe në deklaratave. Se tani pas zgjedhjeve nuk ka njëri vëmendjen se çfarë ka ndodhur. Njerëzit kanë kthyer në punët e tyre dhe kur e dëgjojnë këtë ankimin përsëritës për vjedhjen e votave, u duket si një refren i njohur. Dhe nuk japi shumë rëndësi. Kulmi i vëmendjes ishte atëre, dhe atëre duhet thënë duhet folur sinqerisht me njerëzit, nuk duhet folur në këtë mënyrë. Pra ajo ka kosto. Të njëjtën gjë i tham zotit Basha në 2021-shin bëri një gabim. Nëse qeveria është duke manipuluar, duke tjetërsuar votën, duke bler vota, duke marrë masat për të krijuar një rezultat jo real, atëherë në momentin për të denoncuar atë është kur është duke ndodhur, kur është fushata elektorale, kur vëmendja e njerëzve është 100% aty, me qëllimin që njerëzit kuptojnë se çfarë po ndodh. Sepse në zgjedhje nuk shkohet duke mashtruar njerëzit, duke gënjur njerëzit që hajde të fitojnë madje, u thuhet e vërteta. U thuhet që kjo po ndodh, por nëse ju doni ta ndryshojmë, hajde dalim në zgjedhje. Sa më shumë dalim në zgjedhje, aq më mirë. Sa më pak ta shesim votën, aq më mirë. Sa më shumë denoncojmë blerjen e votave ose vjedhjen ose tjetërsimin ose shantazhin, aq më mirë. Pra, këto gjëra nuk ndodhen. Para zgjedhjeve na u tha që me program mundet Edi Rama, po të kesh një program të mirë, edhe po patë listë të keqe, mjafton programe mirë, se qeverisja e Ramës është më e keqja. Tani na thuhet që s'ka rëndësi që qeverisja, nuk ka rëndësi që ishin listat, nuk ka rëndësi që është programi, rëndësi ka që na i votën. Po? Çështja është që këta gjatë gjithë kohë po të shohësh nuk kanë qartë se si fitohet ndaj Ramës, domethënë se po të shohësh që nga 2021-shi, Berisha një herë ka thënë do mundet Rama me revolucion. Pastaj kur dilte bënte mitingje, vinin pak njerëz, thoshte nuk mundet revolucion, do mundim me zgjedhje, po në revolucionin e kemi që ta çojmë vendin zgjedhje dhe në zgjedhje do ta mundim. Pastaj filluam thoshin jo mos bindje civile, pastaj thoshin jo nuk e bëjmë dot pa qeveri teknike, pastaj kur se bën qeverinë teknike prapë ktheheshin zgjedhje, tash i futën zgjedhje humbi zgjedhje. Tash mund ta thot Berisha si mundet Rama, domethënë që ta dim ky është skenari, duhet ndjekur kjo dhe do mundet Rama. Dhe ta dim që nëse ky skenari nuk del, atëherë duhet mbaj njëri përgjegjësi tiki, ai që se mundi. Kurse ky ka prodhuar gjithë skenaret dhe në fund fare thot ai fiton, por unë duhet të rri se unë mua bën me hile. Tash unë nuk e di çfarë duhet bërë më që mua përgjegjësinë e ka. Përgjegjësi ka në gjitha këto, më falë se ndërprerë. Jo, se që? Për 2 minuta. Përgjegjësinë e ka që kur në tha do bëjmë qeverinë teknike dhe nuk bëjmë pa qeveri teknike, po pra. Tha hoqi dorë nga ky qendrim. Po jo, ai tha pa qeveri teknike nuk hyet në zgjedhje. Po pra, se realizoi dot si qendrim. Dhe për të duhet të shpjegohet pse se realizoi dot dhe pse hoqi dorë. Se tash çfarë thot? Prap qeveri teknike. Se i tham atë. Se tash i kthy prap qeverisë teknike. Me rrugë zgjedhje. Ja than gjithë. Tani thuhet do jemi pa qeveri teknike dhe do fitojmë me program. Po. Pse e the këtë? Ma përgjegjësi politikane për ato i thotë, që po dalin të flasin pa përgjegjësi, atëherë ne nuk e dim, a mban përgjegjësi për të që po thot tani? Se i bie që mos mbash përgjegjësi për asgjë që thua. Sepse ka dhe një gjë, se ky thot tashmë që luftën për votën e lirë mund ta bëj vetëm unë. Pra ky që e humbi dhe me revolucion, dhe me qeveri teknike, dhe me mosbindje civile në parlament, dhe me kështu, dhe me zgjedhje, me gjithë ai humbi. Vetëm unë e bëj dot. Shndroi gjithë fenomenin në një fjalë. Misionar. Po se kjo është tallje pastaj. Normal. Po vazhdojmë. Jo.
qa me thonë për talin? Të me thonë, Gjua Berishës nuk është zhvilluar bashkë me zhvillimin e shtetit, bashkë me zhvillimin e rëthanave. Është po e njëjta gjuhë, është po e njëjti modeli komunikimit. Okej. S'keqa, thunë. Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti kanë marrë shumë vota. Ilir, sa ke more ti? Të numëruar në fund mos gaboj 18.125. 18.125 vota dhe Jorida? Dhe faleminderit shumë. Absolutisht. 19.000. 19.000. Do është edhe më shumë. Pra, kur njerëzit duan të votojnë, nuk ka banda dhe asgjë tjetër ti ndaloj. Zoti Ali Mehmeti, ju jeni kandidati dytë, mi votuar në Tiranë nga koalicioni i opozitës. Por nuk do të jeni në kuvend. Realisht, a jeni zhgënjur, si e prituat. Se në fakt keni marrë votat njeriu i dytë i votuar në kryeqytet. Do shta në gjithë vendin orë. Rrath parë më lejo të them që qëndrimet ndaj këtij lloji sistemi zgjedhor i ka mbajtur qeverin e kaluar, nuk e Jam i qartë. për këtë maj, sepse duhet jemi konkret. Është një sistem zgjedhor i cili për me hibrid është pak të thush, po që largon zgjedhësin nga të zgjedhurit, shkon deformon vullnetin dhe shumë pak të përfaqësuar do jenë në kuvend nesër nga gjitha palët. Ky është realiteti jonë. Thuaj me një fjali, kjo është model që përcaktojnë liderët për veten e tyre. Për me qanë sigurt edhe për mu bo lider. Po kjo është të thjeshtë. Unë e flas nga ana e njerëzve. Pastaj nga ana e liderëve, është e vërtet nga ana e liderëve. Ata Po përcaktojnë nga ana e njerëzve, ritmin. ky është një sistem, pse është i keq për njerëzit? Sepse e demotivon njeriu të shkojë të votojë të marrë pjesë politikë dhe e largon nga politika. Gjithmonë e ka bërë këtë, po bën 2 dekada që po ndodh ky lloj procesi dhe po e largon fuqinë vendimarrëse nga njerëzit. Se në fund fare, sistemet zgjedhore janë vendimi i njerëzve, fuqia e tyre. Një herë në 4 vjet u jepet fuqia. Po kur ti ja largon në mënyrë graduale dhe progresive, pastaj themi neve njerëzit nuk janë të interesuar, themi të rinjt janë të interesuar, por ne jemi largu nga demokracia drejt për drejt. Kjo është e vërteta. Dhe në fund fare, kush është problemi i dytë, po për njerëzit, është që një sistem i këtij tipit prodhon një parlament dobët. Dhe ne kemi pa cilësinë e parlamentit si ka rënë 20 vitet e fundit. Po sikur se ka qenë njëri kokën shumë. Që, mirë, po e tham unë, sot jam unë këtu, para 20 vjetëve nuk isha. Ti ke parata janë analizuar të gjithë. Po nuk. Pjesa tërmuese e tyre janë personazhe anekdotik. Për shembull, me njerin prej tyre më ka ndodhur mua të rastisje në jashtë në Itali të gjithë dhe flinte në i kamore gjitha këto dhe kishte hall vllai i vet për një spital që ndihmova unë dhe ai flinte në aeroport. Dhe nuk flinte në qytet, kur do rinë 4 ditë në qytet. Do me thënë njerëz të cilët grumbullohen aty sepse marrin atë sasinë e votave. Dhe unë ndaj qesh pak me ju kur thoni për Sara Milën,